Në një përpjekje për të shpjeguar situatën e rëndë të përmbytjeve në vend, kryeministri Edi Rama ka gjetur fajtorin kryesor, qytetarin shqiptar me shishe plastike në dorë. Në podcastin e tij Flasim, Rama deklaroi se hedhja e mbeturinave në lumenj dhe rrugë është kriminale, duke theksuar se plastika jo vetëm do të mjedisin, por edhe sipas tij përdhos flamurin dhe adeun. Një akuzë rënd morale që vjen në një moment kur qindra familje janë në ujë dhe dëmet janë të pallogaritshme. Kryeministri siguroi se shteti do të dëmshpërblet të prekurit nga përmbytjet, se ka nisur llogaritja e dëmeve, ndërsa premtoi investime të reja në infrastrukturë, të njëjtën infrastrukturë që në shumë zona dështoi përballë rreshjeve. Sipas Ramos, përmbytjet nuk janë vetëm shqiptare, por evropiane, nga Tirana deri në Stamboll, dhe janë pasojë ndryshimeve klimatike, përplasjes së masave ajrore dhe motit ekstrem. Një shpjegim shkencor që megjithatë nuk sqaroi se pse pas 12 vitesh qeverisje, lumenjt vazhdojnë të dalin nga shtrati dhe kanalizimet të mos përballojnë rreshjet. Ndërsa kryeministri foli me tone të forta për harbutëri ekstreme ndaj natyrës, ai shmangu çdo reflektim për përgjegjësinë institucionale për pastrimin e lumenjve, menaxhimin e mbetjeve, ndërtimet pa kriter dhe projekte të dështuara mbrojtëse. Në fund, Rama paralajmëroi masën ndëshkuese ndaj qytetarëve dhe fushata sensibilizuese, duke lënë të kuptohet se edhe këtë herë përmbytjet nuk janë problemi i shtetit, por i popullit që hedh qese. Një narrativ e njohur, kur Shqipëria mbytet, fajin e ka plastika, kur shteti i dështon, përgjegjësia tretet bashkë me ujin.